Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk një menu iftari për misafir. Do të përgatisim mishin e viçit si llokum, duke e gatuar thjesht me lëngun e vet të dashur miq, pa i shtuar hiç asnjë pikë uji dhe do ta gatuajmë në tenxhere. Në fund fare do ta fusim pak në furrë për t'i dhënë një faqe sipër që të duket si i pjekur. Mishi i gatuar në këtë mënyrë del fantastik të dashur miq, ju sugjeroj që ta provoni. Shkëputet me buzë dhe bëhet shumë i shijshëm. Në këtë menu kam përgatitur një supë me thjerrza jeshile, kam përgatitur pak pure, pak pilaf, byrek dhe një baklava të shpejtë. Le të fillojmë nga puna. Mishin e kam bler tek kasapi dhe e kam lar. I kam lënë thelat të kullojnë nga uji dhe pastaj i kam kriposur dhe lyer me vaj ulliri. Vetëm krip dhe vaj ulliri. I kam vendosur në këtë enë dhe i kam lënë 24 orë, pra deri të nesërmen për t'i gatuar. Mund t'i përgatisni dhe direkt ditën që e keni bler mishin, por me që unë e bleva një ditë më përpara, kam vepruar në këtë mënyrë, pra nuk e kam kaluar në ngrirje, e kam lënë poshtë tek fresku, thjesht duke e spërkatur me krip dhe vaj ulliri. 2 ose 3 kokra qep do t'i presim në rretha të trash sa një gisht të dashur miq dhe do t'i vendosim në fundin e një tenxhere të cilën e kemi spërkatur me vaj për gjellë. Do t'i rreshtojmë të gjitha hallkat e qepës që mishi mos të ketë kontakt me fundin e tenxheres hiç. Mishi me këtë teknik bëhet shumë i mirë të dashur miq, del shumë i shijshëm sepse përgatitet thjesht me lëngun e vet, nuk do t'i shtojmë asnjë pikë uji deri në fund. Thelat e mishit i vendosim siç tregohet në video. Si të gjeni mundësi i vënd në tenxhere. Nëse nuk keni dëshirë të punoni me tenxhere presioni, që ky lloj procesi nuk është një proces i rrezikshëm sepse do të gatuhet thjesht në temperaturën më të ulët që ka soba. Pra, ky lloj presionimi nuk është një presionim i rrezikshëm, pra mund të përdorni dhe tenxhere presioni, nuk ka hiç problem. Por nëse nuk doni një tenxhere presioni, mund ta përgatisni në tenxhere normale duke ja zënë buzët e kapakut me miell, me brumë. Si fillim, tenxheren e vendosim në zjarr normal derisa tenxheres së presionit të fillojë t'i dalë avulli, pra të bëjë atë zhurmën siç e ka zakon tenxheria e presionit. Pasi tenxheria ka lëshuar atë zhurmën, do t'i mbyllim xhentilin që ka përsipër dhe gradacionin e sobës do ta ulim në minimum. Pas një ore në këtë gjendje tenxheria do të jetë mbushur me lëng, pra thelat do jenë të gjitha nën ujë. Këtu në këtë pikë unë jam duke e kontrolluar pas një ore mishin që është bërë apo jo. Edhe ju deri në një orë nuk do ta lëvizni hiç të dashur miq. Siç e shikoni, tenxheria është mbushur me lëng dhe ky lëngu është i gjithi lëngu që ka lëshuar vetë mishi. Unë nuk i kam shtuar asnjë pikë uji. Pra, pas një ore do ta kontrolloni mishi është zbutur mjaftueshëm apo jo. Në kontrollin pas një ore, unë mishin e kam mbyllur sërish të dashur miq, sepse nuk ishte zbutur aq sa dëshiroja dhe e kam lënë dhe një orë tjetër, po në minimum, derisa mishi ka ardhur në këtë gjendje që shkëputet me buzë. Pra, ke frikë ta prekësh, siç e shikoni, kocka i del mënjan, duke i marrë thelat nga tenxheria. Dhe tenxheria ka akoma lëng, ka akoma ujë për të zier. Në këtë pikë, kur e kam parë që mishi është zbutur kaq shumë, është okay, pra për t'u ngrënë, unë i kam kaluar në një tepsi furre dhe i kam futur për një 20 minuta ose maksimumi gjysmore në furr sa të marrin pak fare ngjyrë përsipër. Kjo është opsionale, mishin mund ta konsumoni dhe në këtë gjendje si është, sepse është shumë i shijshëm, është gatuar thjesht me lëngun e vet. Por nëse keni dëshirë që t'i jepni një faqe, pra një skuqe të lehtë përsipër, futeni në furr për 20 minuta dhe e keni gati. Në këtë mënyrë rri dhe në furr derisa të hapet iftari.
Keni kujdes, mos e lini në furrë më shumë se ç'duhet, pra mos e thani. Sepse mishi është aq i butë, aq i lëngshëm sa nuk ka të dashur miq, del shumë i shijshëm. Siç e shikoni në tenxhere ka akoma lëng. Unë recetën e mishit e kam bërë pothuajse 2 orë ose 3 orë para se të hapet iftari, atëherë kam filluar ta gatuaj mishin, nuk e kam gatuar që në fillim. Pra, keni parasysh që kjo recetë 2 orë të mira i do. Ja dhe rezultati se si duket pasi e kam nxjerrë nga furra. Këtu tavolinën nuk e kam shtruar plotësisht të dashur miq, thjesht kam dashur t'u tregoj pak mishin para se të errësohet, sepse në errësirë duket sikur është djegur pastaj. Për këtë arsye shikojeni se sa i mirë është, shkëputet sapo e prek, pra është shumë i butë, është gjithashtu dhe i lëngshëm nga brenda. Nuk është i thatë si mish, është goxha i lëngshëm dhe super i butë. Unë e kam servirur me pure patatesh, me pak pilaf bulguri dhe byrek. I kam vendosur të gjitha në një pjatë dhe kështu ua kam servirur gjithë secilit. Puren e patateve dhe pilafin e bulgurit nuk do t'ua tregoj të dashur miq, jam e sigurt që e dini dhe e keni parë në disa video të mijat. Byrekun dhe ëmbëlsirën, pra ato ëmbëlsirat si baklava, do t'ua tregoj. Si që shikoni, mishi është super i mirë, shpresoj ta provoni. Jam e sigurt ata që kanë provuar pulën e gatuar pa pik uji, do ta provojnë dhe mishin e viçit në këtë mënyrë. Tani do të zëm brumin për baklavan. Kam shtuar një kokërvez, një filxhan të mesëm qumësht, një lugë ëmbëlsira shkrip, me po të njëjtin filxhan vaj, një lugë uthull dhe të gjitha këto i kam trazuar mirë së bashku dhe pastaj kam filluar t'i shtoj miell aq sa të marr masa. Kam përdorur gjithashtu një lugë ëmbëlsirash me baking powder ose fryrës për ëmbëlsira. Kjo ena që shikoni është një enë 100 ml e mbushur plot me miell. Nuk e kam marrë të gjithin, kam përshtypjen të dashur miq, nuk e mbaj mend tamam, por do ta shtoni kontrolluar derisa të formoni një brum të butë i cili nuk u ngjit më nëpër duar, por që të mbetet dhe i butë, jo i fortë, sepse kjo është një baklava dhe sa më i fortë jetë brumi, aq më të vështirë do ta keni ta hapni. Kjo baklava përgatitet shumë shpejt sepse do të formojmë thjesht një petë të vetme. Pasi brumin e kemi ndarë në 16 kulaçka, çdo kulaçk do ta hapim sa një pjatë ëmbëlsirash dhe do ta lyejmë me një seshtet duke i vendosur njëra mbi tjetrën. Pasi I kemi mbaruar të gjitha kulaçkat, pastrojmë vendin e punës dhe të gjitha bashkë I hapim në një petë të vetme. Do ta hapni aq sa keni mundësi të dashur miq, sikur po hapni një petë për një tepsi të madhe furre. E mira është ta hapni duke e shtyrë sikur të formoni një petë katrore, sepse në këtë mënyrë bëhet rulo më mirë. Pasi e kemi hapur siç tregohet në video, do ta mbështjellim dhe në këtë mënyrë do të formohen katet dhe baklavaja do të na dali në kate si guack. Pasi e keni bërë si një rulo, nëse në mes është pak më e fryrë se anësore, hapeni sikur po rretulloni një pecë. Dhe bëheni të njëtrajtshëm. Pasi e kemi bërë të njëtrajtshëm rulon, do ta presim siç tregohet në video dhe çdo një nga këto prerje është një baklava. E shtypim si fillim me pëllëmbën e dorës, pastaj e hapim, I vendosim arrat
dhe e palosim sipër duke i mbyllur buzën dhe e kthejmë përmbys. Pra e shtypim pak, e hapim, e mbushim me arra, e mbyllim përsipër buzën dhe e kthejmë përmbys. Kështu veproj me të gjitha kulaçkat derisa tepsia të mbushet plot. Në një enë kam shkrirë 2 lugë ose 3 lugë gjalp të dashur miq dhe kam spërkatur të gjitha baklavat përsipër. E fusim në furrë dhe e pjekim me 180 gradë siç pjekim baklavan zakonisht, do ta piqni avash avash derisa përsipër të marrë një ngjyrë të bukur në të kuqërremt. Ja pra si duken dhe copëzat e baklavas. Për sherbetin do të përdorim 2 gota sheqer dhe 2 gota ujë, do ta ziejmë për 10 minuta, mund të shtoni karafil ose pak vanilje. Sherbeti duhet të jetë i nxehtë, por dhe baklavaja duhet të jetë e nxehtë. Për arsye se unë e kam pjekur në një xham, xhami e ruan më shumë nxehtësinë të dashur miq, për këtë arsye pasi e kam nxjerrë nga furra, e kam lënë për një 5 minuta, 7 minuta të pushoj, që nxehtësia e xhamit t'i dalë, pra dhe kur unë t'i hedh sherbetin mos na ziej baklavaja, pra pjesa e poshtme mos të bëhet shumë e butë. Për këtë arsye, nëse dhe ju do të përdorni një tepsi xhami, do ta lini një 7-10 minuta të pushoj, pastaj do t'i shtoni sherbetin e ngrohtë, e nxehtë. Nëse e bëni në tepsi normale, mund ta lini më pak. E lini thjesht një 5 minutë ose 3-4 minuta sa t'i dalë ajo nxehtësia e enës dhe pastaj i shtoni sherbetin. Ky është dhe rezultati i baklavas të dashur miq, del fantastike. Këto copëzat e vogla janë të gjitha si varka të vogla të mbushura me arra. Pjesa anësore është kate kate, pra hapet në kate kate, kurse pjesa e brendshme është me arra. Shpresoj shumë ta provoni sepse dalin fantastike, dalin shumë të shijshme. Është dhe shumë e kollajt për të shërbyer, ka shumë pak harç, nuk i merr shumë kohë. Jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni, ju sugjeroj shumë që ta provoni. Siç e shikoni, pjesa e fundit, pra e bishtit, hapet në kate kate të dashur miq, për këtë arsye e palosëm dhe e bëm si rulo. Servirjen e kam bërë në këtë mënyrë të dashur miq, duke i vendosur në një pjatancë dhe duke i zbukuruar përsipër me arë kokosi. Mund t'i zbukuroni dhe me fëstëk jeshil përsipër. Tani që video mos të bëhet shumë e gjatë të dashur miq, sepse janë gjithë këto receta, unë nuk është se i kam xhiruar që të gjitha, po ju tregoj edhe pak byrekun. Byrekun e kam bërë djath kaçkavall, 1 kokërvez, 2 lugë kos. I kam trazuar mirë me njëra tjetrën dhe i kam shtruar kështu përsipër byrekut. Byrekun kësaj radhe e kam bërë me petë duke i tërhequr. Këtë lloj recete ua kam treguar edhe herë tjetër, e keni në kanal. Është shumë e thjeshtë përgatitja në këtë mënyrë, vetëm se hapja direkt në tepsi, pjesa e buzëve, pra që mbetet anësore, thjesht pjesa e buzëve anësore doli pak e fortë të dashur miq. Si shije byreku është fantastik, si petë gjithashtu dihet, petët me tërheqje dalin shumë kërcanisura dhe të holla. Thjesht pjesa e buzës, pra që mbetet anësore, ajo doli pak si e fortë, për këtë arsye nuk ua sugjeroj shumë ta hapni direkt në tepsi, hapeni në vendin e punës dhe rretullojeni si byrek si zakonisht. Ky është dhe byreku, si petë ju thash, del shumë i mirë, shumë i shijshëm. Vetëm pjesa anësore të dashur miq del pak e fortë, pak si kërce, sepse mblidhet e gjithë ajo trashësia e petës në fund, në anë pra.
Këto ishin pra të dashur miq dhe recetat e kësaj menuje, shpresoj t'i pëlqeni, shpresoj t'i provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju dolën. Unë nuk ua kam treguar të gjitha të dashur miq, sepse shikoni se sa i gjatë doli video dhe me thjesht 2-3 receta që ju shpjegova. Shumicën i keni në kanal, për shembull byrekun me tërheqje e keni në kanal, se si bëhet pureja e keni, se si përgatitet pilafi i bulgurit e keni. Ju sugjeroj shumë që mishin ta përgatisni në këtë mënyrë, jam e sigurt që do t'u pëlqejë. Këto pra të dashur miq, era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.